Edi Rama vetëm narkopasaporta mund të jap sepse evropianët janë marrë që nga viti 2011 kur u liberalizuan vizat për shqiptarët. Çfarë di Edi Rama për shqiptarë që i sheh si indigent të shpellave që s'kuptojnë asgjë? Shqiptarët kanë marrë pasaportat evropiane që në vitin 2011 kur hoqën vizat për Europën nga majoranca Berisha Meta. Për shkak të shtetit të drogës që Edi Rama ka ngritur dhe largimit të qindra mijëra shqiptarëve drejt Europës, është vënë përsëri në diskutim vendosja e vizave. Ky Rama vetëm narkopasaporta mund të jap, pasi ato pasaporta evropiane po humbasin vlerën për shkak të politikave të tij. Rama ka legalizuar drogën dhe 130 fshatra janë miratuar nga narkoqeveria për të mbjellë drogë. Po ashtu edhe policia është përfshirë në këtë fenomen, si dhe ushtria e cila po mbjell drogë. Largimi i këtij Xhagajduri, që është ngjitur pas karrigës, është e vetmja zgjidhje për shqiptarët. Largimi i tij do t'i afrojë shqiptarët më shumë me Europën. Ndryshe, Europa do të shohë Shqipërinë si një vend për të shpërndarë refugjat të paligjshëm nga e gjithë bota, Bangladeshas e shumë të tjerë si këto. Presidenti Donald Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv duke udhëzuar FBI-n që të hapë menjëherë dosje të cilat lidhen me hetimin Crossfire Hurricane, hetimi që nisi në vitin 2016 për të shqyrtuar në standarde të fushatës së Trumpit, kishin bashkëpunuar me Rusinë gjatë garës presidenciale. FBI-a hapi një hetim të kundër zbulimit në 31 korrik 2016 për të përcaktuar nëse Trump, atëherë kandidat presidencial, ose antarët e fushatës së tij po bashkëpunonin ose koordinonin me Rusin për të ndikuar në zgjedhjet e 2016-s. Brenda byros ky hetim njihet me emrin Crossfire Hurricane. Hapja e hetimit ndodhi disa ditë pas një takimi në 28 korrik ku drejtori i atëhershëm i CIA-s, John Brennan, informoi presidentin e atëhershëm Barack Obama për një propozim të supozuar nga një këshilltar i politikës së jashtme të fushatës së Hillary Clintonit, i cili synonte të diskreditonte Donald Trumpin duke krijuar një skandal që pretendonte ndërhyrje nga shërbimet e sigurisë ruse. Deri në janar të 2017-s, drejtori i FBI-s James Comey i kishte informuar Trumpin për një dosje të njohur si dosja Steele, e cila përmbante pretendime të pabazuara dhe të pakonfirmuara për një bashkëpunim të supozuar mes Trumpit dhe qeverisë ruse, një dokument kryesor që çoi në hapjen e hetimit. Trump e shkarkoi Comey në majin 2017. Disa ditë më vonë, Robert Mueller u emërua si këshilltar i posaçëm për të marrë në dorë hetimin e Crossfire Hurricane dhe për të shqyrtuar nëse fushata e Trumpit kishte bashkëpunuar me Rusin për të ndikuar në zgjedhjet e 2016-s. Në shkurt të 2018-s, Kash Patel, ish shefi i hetimeve për kryetarin e Komitetit të Inteligjencës Devin Nunes dhe tani drejtori i FBI-s, zbuloi abuzime të mëdha për survejimin nga qeveria, përfshirë mbikëqyrjen e paligjshme të ish ndihmësit të fushatës së Trumpit, Carter Page. Nunes dhe Patel zbuluan se dosja famkeqe kundër Trumpit e financuar nga demokratët përbënte një pjesë thelbësore të kërkesës për të përgjuar, kështu Page. Memorandumi referoi dëshmisë me dyert të mbyllura të ish zëvendës drejtorit të FBI-s Andre McCabe, i cili tha se asnjë urdhër përgjimi nuk do të kishte kërkuar nga gjykata FISA pa informacionin nga dosja Steele. Ndërkohë, këshilltari i posaçëm Robert Mueller përfundoi hetimin e tij mbi një lidhje të mundshme mes Trumpit dhe Rusisë në prill të 2019-s. Hetimi nuk nxori asnjë provë për ndonjë konspiracion kriminal ose koordinim mes fushatës së Trumpit dhe Rusisë. Durham, në raportin e tij përfundimtar të publikuar në maj të 2023-shit, deklaroi se pas viteve të hetimeve, ai zbuloi se FBI-a nuk kishte asnjë provë të vërtetë për të mbështetur nisjen e këtij hetimi. Ai gjithashtu konstatoi se Departamenti i Drejtësisë dhe FBI dështuan të respektojnë misionin e tyre për besnikëri të rrept ndaj ligjit kur nisën hetimin për Trump-Rusia. Durham zbuloi gjithashtu se FBI-a dështoi të veprojë ndaj një shenje të qartë paralajmëruese se byroja ishte objektivi një përpjekjeje të drejtuar nga Clintoni për të manipuluar ose për të ndikuar në procesin e zbatimit të ligjit për qëllime politike para zgjedhjeve presidenciale të 2016-s. Durham ju referua informacioneve të fshehta që sugjeronin se fushata e Clintonit kishte një plan për ta lidhur Trumpin me Rusinë, ndoshta si një mënyrë për të larguar vëmendjen nga hetimi në vazhdim mbi përdorimin e një serveri privat
të e-mailit nga Clinton dhe trajtimin e supozuar të informacionit të klasifikuar. Kujtojmë se pjesë e kësaj dosje gjendet edhe Charles McGonigal, ish agenti i FBI-s i dënuar tashmë në SBA, i cili ka qenë edhe i pari që ka marrë pjesë në manipulimin e çështjes Crossfire Hurricane ndaj Trump. Si zyrtar i lartë i FBI-s, McGonigal pranoi të gjitha akuzat që kishin të bënin me Shqipërinë, përfshirë kontaktet me kryeministrin Edi Rama dhe këshilltarin e tij jo zyrtar, i kryeministrit të Shqipërisë Dorian Duçka. Ai pranoi gjithashtu marrjen e $225,000 nga Agroneza, ish agenti i shërbimit sekret shqiptar, i njohur për lidhjet e tij të afërta edhe me pushtetin e Edi Ramës. McGonigal ka qenë personi kyç të cilin Edi Rama ka përdorur në të petkun e agentit të lartë të FBI-s për sulmet e tij ndaj kundërshtarëve politik në Shqipëri. E vetmja gjë që ende nuk e tres dot me gjithë sforcimin e jashtëzakonshëm për të mirëkuptuar njeriu në nënshtruar autokracisë është pranimi i abuzimit me jetën dhe shëndetin e tij dhe të shtrenjtëve të vet nga pushteti. Ka 2 vite Osman Stafa që është bërë kish për të falur gjithë hallmëdhenjve me shëndetin dhe të nëpërkëmburve nga sistemi i shëndetësisë falas, ka 10 rabatit të depozituara në SPAK nga opozita për vrasjet me dashje, nga sistemi dhe me emra konkret dëshmoj e dëgjoj çdo ditë si gazetare dhe njëri të merrin e familjeve shqiptare në përballjen me sëmundje, gjithnjë në rritje dhe shërbimin e munguar në aparatura, laborator, barna, me gjithë stërmundimin e mjekëve të ndershëm dhe punëbaruar, teksa shtohen malet e borxheve për trajtime jashtë vendi apo në klinika private. Siç shoh të tjerë me sëmundje dhe patologji që nuk përzgjedhin statuset e njerëzve, që të paktën ja dalin të paguajnë pazor trajtimet në klinikat më të mira të botës, ndërsa bashkëdhetarët e vet kthehen me pacientin më vete në shtëpi, sepse spitali publik nuk ka si ta zgjidh hallin e fondeve të munguara, që i gëzojnë një grusht të pashpirtësh që bëjnë biznes mbi trupin dhe shëndetin e fëmijëve dhe të shtrenjtëve të shqiptarëve. 19 milion euro i merr në vit sterilizimin, ndërsa me 16 milion euro mund të pajiseshin të gjitha spitalet me aparatura diagnostikuese të sëmundjeve të rënda, me 20 milion euro tereziset onkologjiku për të mos e lënë në dorë të llotarisë, se si do të shpërndahen 18 doza kemio për 32 gra, kur 3 fishin e kësaj vlere e gëlditi 5D-ja, 200 fishin incineratori që nuk ekziston. Dhe mbi të gjitha, kur po shqiptari i gjor paguan edhe shkakun e sëmundjeve të veta, përfshirë ato terminale, që nga ndërtimet, ndotja dhe plerat e pasistemuara, barnat e skaduara, ushqimet e pakontrolluara, importet e moskundit dhe mbetje toksike që helmojnë tokë, ajër dhe ujëra. Pra sot ne financojmë vdekjen dhe lëngimin ton, duke lejuar autokracin të na ngop me propagandë dhe me tallava. Dhe patjetër me refrenin absurd fajin e ka opozita, po mirë e pyetet SPAK-un, ç'po bën me denoncimet emër për emër dhe provë më provë, që i bën kjo opozitë e lodhur, apo t'i biem njëra opozitës, që pasi u bë e pabëra me ndihmë dhe ndërkombëtare arriti të mbijetojë dhe të nxjerrë edhe program për shëndetësinë me zgjidhje konkrete fondesh dhe infrastrukture, apo më mirë fare i fusim një këta të opozitës, nuk janë kërkuar dhe le të vijojmë me këta vrasësit e vërtetuar, derisa mos të ketë mbetur më as popull. Opozita sot nuk është vetëm një parti, opozita sot është filozofia më elementare, do vijosh të financosh me mundin tënd dhe fatin e fëmijëve të tu vdekjen, ikjen apo rënimin, apo do t'i japësh fund degradimit. Atij degradimi që e përthith, po një lloj me të njëjtin ajër, ujë dhe energji që ndajmë së bashku, sado afër pushtetit, privilegjit dhe statusit, apo sado larg tyre.